5 frutat që duhet të konsumoni pas darkës së vitit të ri, festat e fundvitit, shpesh janë një kohë e gëzimit, ushqimeve të pasura dhe momenteve të paharrueshme me familjen dhe miqt. Darkat e vitit të ri zakonisht janë të bollshme, të mbushura me mish, djathëra, ëmbëlsira dhe alkool. Pas një darke të tillë, stomaku ndjen rëndim, tretja ngadalësohet dhe trupi ka nevojë për pastrim dhe rigjenerim. Kjo është arsyeja pse frutat e pasura me fibra, vitamina dhe antioksidant janë të domosdoshme pas festës. Ato jo vetëm që ndihmojnë tretjen, por gjithashtu rrisin energjinë dhe ndihmojnë në rivendosjen e ekuilibrit trupor. Në këtë shkrim do të përshkruajmë 5 fruta të shkëlqyera që mund të konsumoni pas darkës së vitit të ri. Pjesa e parë do të trajtoj kivin dhe portokallin, duke shpjeguar përfitimet, historinë dhe mënyrat e përdorimit. 1. Kivi, mbreti i vitaminës dhe i tretjes së letë origjina dhe historia kivi. I njohur gjithashtu si fruti i shalqirit kinez për origjinën e tij, vjen nga Kina dhe u përhap në botë gjatë shekullit të 20. Emri, kivi, ju vun nga zogu të njohur në Zelandën e Re, për shkak të ngjashmërisë së ngjyrës së jashtme të frutit me pendet e këtij zogu. Sot, kivi kultivohet kryesisht në Zelandën e Re, Itali, Iran, Greqi dhe SHB. Përbërja ushqimore vitaminës, një kivi i mesëm përmban më shumë vitaminë se një portokall i madh, duke ndihmuar në rigjenerimin e trupit pas alkoolit dhe ushqimeve të rënda fibra. Ndihmon tretjen, parandalon fryrjen dhe mund të ulë kolesterolin. Vitamin K dhe E forcojnë eshtrat dhe mbrojnë qelizat nga stresi oksidativ. Minerale, kalium, bakër dhe mangan, të rëndësishme për zemrën dhe metabolizmin. Përfitimet pas darkës së vitit të ri ndihmon tretjen e ushqimeve të rënda. Kivi përmban enzima proteolitike, të ngjashme me ato të ananasit, që ndihmojnë në ndarjen e proteinave. Rrit energjinë dhe përmirëson humorin. Përmbajtja e lartë e vitaminës dhe antioksidantëve ndihmon në pastrimin e trupit nga radikalet e lira dhe lodhja post-fest. Mbron stomakun dhe zorët. Fibra ndihmon në rregullimin e lëvizjeve të zorëve dhe parandalon konstipacionin pas ushqimeve të bollshme. Mënyra të përdorimit si frut i. Thjesht, prijeni kivi në feta dhe konsumojeni direkt pas darkës, smoothie. Kombinoni kivi me banane dhe pak lëng portokalli për një pitë të freskët dhe rigjeneruese. Sallat frutash. Përzieni kivi me sheg, moll dhe ananas për një sallat të pasur me fibra dhe vitamina. 2. Portokalli, për pastrimin dhe rritjen e energjisë origjina dhe historia portokalli, është një nga frutat më të njohura dhe më të konsumuar në botë. Origjina e tij është në Azinë Juglindore, por sot kultivohet në të gjitha kontinentet. Në traditat europiane, portokalli shpesh lidhet me festat dhe vitin e ri për shkak të ngjyrës së tij të ndritshme, simbol i fatit dhe energjisë. Përbërja ushqimore vitaminës, një portokall i mesëm siguron rreth 70 ag vitaminës, e cila ndihmon imunitetin dhe rrit energjinë. Fibra përmirëson tretjen dhe ndihmon në ndalimin e fryrjes. Antioksidant, flavonoidet dhe beta-karoteni mbrojnë qelizat dhe ndihmojnë pastrimin e trupit nga toksinat. Minerale, kalium, kalcium dhe magnez, të rëndësishme për zemrën dhe sistemin nervor. Përfitimet pas darkës së vitit të ridetoksifikimit trupit. Portokalli ndihmon në largimin e toksinave të akumuluara nga ushqimet e rënda dhe pijet alkolike. Përmirësimi i tretjes. Acidi natyral citrik stimulojnë prodhimin e enzimave tretëse. Rrit energjinë. Përmbajtja e sheqernave natyrale dhe vitaminës rrit vigjilencën dhe largon ndjesinë e lodhjes pas darkës. Mënyra të përdorimit si fruti thjesht. Thyejeni në feta ose lëng. Një gotë lëng portokalli pas darkës është ideale. Sallat me fruta. Kombinohet mirë me kivi, banane dhe sheg. Çaj me portokall dhe mjalt. Përveç shijes së këndshme, ndihmon tretjen dhe qetëson stomaku. Pas darkës së vitit të ri, stomaku shpesh ndihet i rënduar nga ushqimet e pasura, mishi i shumëllojshëm, djathërat dhe ëmbëlsira. Tretja mund të jetë ngadalësuar dhe trupi ka nevojë për lëndë ushqyese që ndihmojnë pastrimin, rivendosin energjinë dhe forcojnë imunitetin. Në këtë pjesë do të trajtojmë 3 fruta të tjera që janë aleat të shkëlqyer për këtë qëllim. Ananasin, dardhën dhe shegën. 3. Ananasi, enzimat dhe anti-inflamacioni. Origjina dhe historia. Ananasi ka origjinën në Amerikën e Jugut, veçanërisht në Brazil dhe Paraguay, dhe ka qenë i njohur që nga kohët parakoloniale. Evropianët e zbuluan gjatë ekspeditave të shekullit të 15 dhe që atëherë është bërë një frut i dashur globalisht. Ananasi nuk është vetëm i shijshëm, por edhe i pasur me enzima që ndihmojnë tretjen. Përbërja ushqimore bromelaina, një enzim unike që ndihmon tretjen e proteinave dhe ka efekt anti-inflamator. Vitaminës forcon imunitetin dhe rrit energjinë pas një darke të rëndë. Mangan, i rëndësishëm për metabolizmin dhe shëndetin e kockave. Fibra, ndihmon tretjen dhe ndalon fryrjen e stomakut. Përfitimet pas darkës së vitit të ri. Tretje më e shpejtë. Bromelaina ndihmon trupin të përpunojë proteinat e rënda si mishi dhe djathi. Anti-inflamacion, redukton ndjesinë e rëndimit dhe inflamacionin e stomakut. Rrit energjinë. Përmbajtja e vitaminës dhe mineraleve ndihmon trupin të rimkëmbet pas festës.
mënyra të përdorimit si fruti freskët. Prijeni feta ose copa dhe konsumojeni sipas darkës, smoothie rigjenerues. Ananas me kivi, lëng portokalli dhe një lugë kos, sallat frutash. Kombinohet me mollë, sheg dhe dardhë për një shije të ekuilibruar dhe shumë vitamina. 4. Dardha e lehtë për stomakun dhe plot fibra origjina dhe historia dardha, është një frut i lashtë, i kultivuar për mijëra vjet në Azinë Qendrore dhe Evropë. Ajo ka qenë e vlerësuar nga civilizime të ndryshme, për shijen e saj të ëmbël dhe përfitimet shëndetësore. Sot, dardha është e njohur si një frut i lehtë që nuk e rëndon stomakun dhe ofron hidratim dhe fibra. Përbërja ushqimore fibra e tretshme dhe e patretshme. Ndihmon në rregullimin e lëvizjeve të zorëve dhe parandalon fryrjen. Vitamin C dhe K. Forcon imunitetin dhe shëndetin e eshtrave. Potasi dhe bakër. Mbështesin funksionin e zemrës dhe metabolizmin. Antioksidant. Luftojnë radikalet e lira dhe inflamacionin pas ushqimeve të pasura. Përfitimet pas darkës së vitit të rindimon tretjen. Fibra E. Lart lehtëson punën e stomakut pas ushqimeve të rënda. Pastron trupin. Ndihmon në largimin e toksinave dhe substancave të tepërta. Shijon ëmbëlsinë natyrale. Pas një darke të pasur, dardha është një alternativë e shëndetshme për ëmbëlsirat. Mënyra të përdorimit si fruti freskët. Prijeni feta ose konsumojeni të tërë. Sallat me fruta. Kombinohet bukur me kivi, portokall dhe sheg. Smoothie i lehtë, dardhë me kos dhe pak mjalt për një shije të ëmbël dhe të freskët. 5. Shega, antioksidantët dhe shëndeti i zemrës origjina dhe historia shega, ka origjinën në lindjen e mesme dhe ka një histori mijëra vjeçare. Në kulturat e ndryshme, ajo ka qenë simboli i pasurisë, pjellorisë dhe shëndetit. Farat e saj të kuqe të ndriçme janë të pasura me antioksidant dhe vitamina që mbrojnë trupin dhe zemrën. Përbërja ushqimore antioksidant të fuqishëm. Përmirësojnë qarkullimin dhe luftojnë inflamacionin. Vitamin C dhe K. Forcojnë imunitetin dhe kockat, fibra. Ndihmon tretjen dhe ndalon fryrjen. Minerale. Kalium dhe magnez, të rëndësishme për zemrën dhe metabolizmin. Përfitimet pas darkës së vitit të rishëndeti i zemrës. Antioksidantët ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbrojtjen e zemrës pas ushqimeve të pasura. Rrit energjinë dhe rigjeneron trupin. Vitaminat dhe minerale ndihmojnë metabolizmin dhe pastrimin e trupit. Ndihmon tretjen. Fibra dhe aciditeti natyral i shegës ndihmojnë në tretjen e ushqimeve të rënda. Mënyra të përdorimit si fruti freskët. Hidhni farat e shegës mbi sallata ose konsumojini të veçanta. Smoothie pas darke. Kombinojeni me portokall dhe kivi për një pije të pasur me vitamina dhe antioksidant. Sallat me fruta. Shega i jep ngjyrë, aromë dhe vitamin çdo kombinimi. Frutash. Në këtë pjesë kemi përshkruar 3 frutat e fundit të rekomanduara për pas darkës së vitit të ri. Ananasi, dardha dhe shega janë fruta të pasura me enzima, fibra dhe antioksidant, të cilat ndihmojnë në tretjen, pastrimin e trupit dhe rritjen e energjisë pas festave të bollshme. Përmbledhazi, një darkë e festës mund të përballohet lehtësisht nëse pas saj konsumohen këto 5 fruta. Kivi, portokalli, ananas, dardha, shega, kombinimi i tyre në sallata, smoothie ose si fruta të thjeshta ofron një mënyrë të shëndetshme dhe të shijshme për të filluar vitin e ri me energji, shëndet dhe tretje të lehtë. Darkat e vitit të ri shpesh sjellin një përzierje të ushqimeve të rënda, yndyrnave, sheqernave dhe alkoolit, të cilat mund të rëndojnë stomakun, të ngadalësojnë tretjen dhe të shkaktojnë lodhje ose fryrje. Për këtë arsye, zgjedhja e frutave të duhura pas darkës është thelbësore për rigjenerimin e trupit, stimulimin e metabolizmit dhe përmirësimin e energjisë fizike dhe mendore. Pjesa e parë dhe e dytë trajtuan veçoritë e secilit frut dhe përfitimet e tyre të veçanta. Në këtë pjesë do të shohim kombinime, receta të avancuara dhe këshilla praktike për t'i përdorur këto fruta në mënyrë sa më efektive. 1. Kombinime të mundshme frutash pas darkës. Këto fruta nuk duhet konsumuar vetëm veç e veç. Kombinimet e zgjuara rrisin përfitimet shëndetësore, përmirësojnë shijen dhe bëjnë tretjen më të lehtë. 1. Kivi, portokalli, shegë një kombinim i fuqishëm antioksidantësh dhe vitaminash. Lëngu i portokallit dhe shegës ndihmon absorbimin e vitaminës nga kivi. Ideal si smoothie pas darkës për energji të shpejtë. 2. Ananas, kivi, dardhë. Kjo përzierje është e pasur me fibra dhe enzima tretëse. Ndihmon tretjen e proteinave të rënda dhe ul inflamacionin e stomakut. Mund të përdoret si sallat frutash ose në një kupë të madhe me kos. 3. Dardha, shegë, portokalli, një kombinim i ëmbël dhe i freskët që ofron hidratim, minerale dhe antioksidant. Mund të përdoret edhe në sallata me mente ose borzilok për aromë më të pasur. 2. Recetat e avancuara post dark smoothie rigjenerues, energji e re për bërësit. Një kivi i prerë, një 2 ananas i freskët, një 2 portokall. I shtypur për lëng një lugë kos natyral ose jogurt grek pak mjalt sipas shijes përgatitja. 1. Prini të gjithë frutat në copa të vogla. 2. Vendosini në blender dhe shtoni kosin dhe mjaltin. 3. Përzijeni derisa të formohet një masë e lëmuar. 4.
Konsumojeni menjëherë për një energji të menjëhershme dhe për të ndihmuar tretjen. Sallat frutash, ngjyrat e vitit të ri për bërësit. Një kivi, një portokall, një dardhë, një 2 gotë far, sheqepak, gjethementeje për aromën, një lugë çaj limon për freski përgatitja. 1. Prini të gjithë frutat në kubik të vogla. 2. Hidhni mbi to farat e shegës dhe gjethet e mentejës. 3. Spërkateni me pak lëng limoni për të ruajtur ngjyrën dhe freskinë. 4. Konsumojeni si një pasdite të lehtë ose si përfundim të darkës festive. 3. Këshilla praktike për rigjenerim post-fest. 1. Hidratimi është thelbësor. Filloni ditën pas darkës me ujë të ngrohtë me limon. Kombinoni me frutat për një efekt detox. 2. Mos konsumoni shumë fruta me njëherë. Konsumoni 2-3 fruta të ndryshme në një kohë për të lehtësuar tretjen. 3. Lëvizja e lehtë pas darkës, një shëtitje 10-15 minutësh e ndihmon stomakun të tret ushimin. 4. Shmangni sheqernat e tepërta pas darkës. Frutat janë alternativa e shkëlqyer për ëmbëlsira, duke shmangur rritjen e papritur të sheqerit në gjak. 5. Kombinimi i frutave me proteina të lehta, pak kos natyral ose një lugë ara mund të përmirësojnë ndjesinë e ngopjes dhe të stabilizojë energjinë. 4. Shembulli ditës post dark me këto fruta mëngjesi: smoothie me kivi, portokall dhe një lugë kos mesdita, sallat frutash me dardhë, ananas dhe sheg pasdite, një kivi ose një portokall për të mbajtur energjinë. Mbrëmja, një kup me ananas dhe kos për të përmirësuar tretjen dhe për të qetësuar stomakun para gjumit. Kjo pjesë ka zgjeruar njohuritë për përdorimin praktik dhe kombinimet optimale të frutave pas darkës së vitit të ri. Frutat e përshkruara nuk janë vetëm të shëndetshme, por edhe të shijshme, dhe mund të përdoren si pjesë e një rutine të vogël pas festash që ndihmon në pastrimin, rigjenerimin dhe rritjen e energjisë.